shumë, me gjithë respektin për ndërkombëtarizimin që i bëjmë Shqipërisë dhe për të qenit në mes të Europës dhe gjithë këtë gjë. Po faktikisht turizmi është rritur. Po turizmi është Shqipëria rritur, po Shqipëria pas rrugës Shkova Saran, absolutisht. Është bërë një dashuri kudo që shikon turistat huaj, shikon turistat shqiptar, shikon njerëz që janë në restorante të plot, hotele të plot. Saran në një hotel përsikisht me Tiranë ishte plot me gjerman dhe polak. Tashti pa filluar sezoni. Drejt, pa filluar sezoni. Pra, është shumë bukur. Edhe Shqipëria është e bukur në natyrë, është e njerëzit janë ma kishin prisi çik. Janë për çik si shumë janë ndërtuar, po s'ka gjë. Ndërtuar huma jo, don nuk ditën. Kjo ka të bëjë dhe me kulturën tonë. Por është një bisedë tjetër e gjatë, kjo që i sollet për kulturën, unë jam për këtë që kjo që thatë për kulturën, domethënë po ta shikosh nuk bëhen biseda dhe ne kemi një peng i realizmit socialist. Ky vend nuk pas ka vlera të tjera, po ti shohësh gjithë korifet që mbajmë. Unë nuk po them që të zhdukim ato, edhe ato kanë vlerën, ka qenë një periudhë historike e Shqipërisë, me të këqija, me pak të mira, po ka qenë. Por aman, përse po këta? Ose përse po shqyrptorët e regjimit? Mbase na është dashur pak më shumë kohë për të shpëlar nga kjo gjë dhe nuk e kemi ditur fillimisht, kemi menduar që bëhet shumë kollaj, bëhet me një të rënd lapsit, e në fakt kuptojmë që jo nuk ka pas vullnet mendoj, se kisha fare në plan këtë, por nuk ka pas vullnet, sepse është e turpshme që mas 35 vjetësh ne merremi akoma komunist, antikomunist, kur këta që i akuzojnë për komunist dhe këta që i akuzojnë bite baballarëve, këta kanë qenë vetë në shërbim të regjimit, që quhen sot opozit, ose kanë qenë spion të regjimit. Retorika politike. Kjo retorikë politike kaq banale. Pastaj fëmijët ku intereson. Nuk e kupton dot. Ka një tjetër oportunizëm. Kemi një peng i një vjetërsire, pse? Se nuk kemi bë katarsis. Po, e vërtet është. Nuk kemi bë katarsis, nuk patëm fuqinë, janë kombet e mëdha, ja bëjnë katarsis.